Në kohët e sotme, prindrit përpiqen të jenë miq për fëmijët e tyre dhe ndonjëherë ata e humbasin idenë e kufive që duhet të vënë në mënyrë që të ruajnë autoritetin si prind. Por a ka një raport të shëndetshëm midis prindit si mik dhe prindit si autoritet? Na ndiqni në programin ton të sotëm për të mësuar më shumë për këtë. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje me kesha të dashura, ju urojmë mirëseardhje në programin Shpresë për ty dhe ju falenderojmë që zgjidhni të ndiqni programet tona. Unë jam Marta dhe unë jam Dena, përshëndetje edhe nga unë. Shumë shpesh sot dëgjojmë prindër që thonë, i kam fëmijët miq të ngushtë, apo fëmijë që thonë, i kam prindrit si shok. Në përgjithësi, këto fjalë tingëllojnë shumë bukur dhe vërtet është kënaqësi të jesh mik për fëmijët e tu. Por a ka një kufi midis miqësisë me fëmijët dhe autoritetit si prind? Pikërisht për këtë do të diskutojmë në programin ton të sotëm. Në fakt, Dena, në shoqërinë e sotme roli i prindrit ka ndryshuar ndjeshëm. Në të kaluarën, prindrit njiheshin si figurat forta autoriteti që përcaktonin rregullat e familjes dhe kërkonin bindje pa kundërshtim. Ndërsa sot, shumë prindër përpiqen të jenë më të afërt me fëmijët e tyre, duke ndërtuar marrëdhënie të hapura, të ngrohta dhe miqësore. Kjo qasje e re, megjithse ka për qëllim të forcojë lidhjen emocionale, shpesh ngre pyetje të rëndësishme. Për shembull, deri në çpik mund të jetë prindi mik pa humbur autoritetin e tij. A është e mundur që miqësia dhe autoriteti të bashkëjetojnë në mënyrë të shëndetshme? A duhet të jetë prindi mik që kupton dhe dëgjon, apo autoritet që udhëzon dhe vendos kufi? Në realitet, sfida e prindit modern është të gjejë ekuilibrin midis këtyre dy roleve. Të gjitha këto janë pyetje me vendarta. Në kohët që po jetojmë, që ne i quajmë kohë moderne, prindrit përpiqen të shmangin stilet e ashpra të edukimit të dikurshëm. Ata duan të krijojnë një lidhje më të hapur bazuar në besim dhe komunikim. Dhe kjo gjë ka anët e veta pozitive dhe rreziqet e saj. Disa nga anët pozitive janë: fëmijët ndihen më të lirë të shprehen dhe të flasin për çdo gjë, pa frikë. Ata mësojnë që marrëdhëniet ndërtohen me dëgjim dhe me mirëkuptim, jo me frikë. Një anë tjetër pozitive është se lidhja prind-fëmijë bëhet emocionalisht më e fortë. Por nga ana tjetër, Dena, disa nga rreziqet që sjell të qenit mik me fëmijën dhe jo figurë autoritare janë: nëse prindi bëhet vetëm mik dhe haron rolin udhëzues, fëmia mund të humbas ndjenjen e kufive dhe përgjegjësisë. Gjithashtu, mungesa e rregullave të qarta mund të çojë në mungesë respekti ose disipline. Pra, ajo që duhet mbajtur mend është se miqësia është e vlefshme, por nuk mund të zëvendësojë udhëheqjen prindërore. Le të shohim për një moment Arta prindin si autoritet dhe rolin e nevojshëm të udhëheqjes prindërore. Duhet thënë se autoriteti prindëror nuk duhet ngatëruar me ashpërsinë apo dominimin. Një prind që udhëzon me qetësi dhe vendos rregulla të qarta, i mëson fëmijës vlera si përgjegjësia, respekti dhe vetkontrolli. Në këtë mënyrë, fëmijët mësojnë të kuptojnë pasojat e veprimeve të tyre. Krijohet një strukturë e qartë morale dhe emocionale dhe prindi mbetet një figurë e qëndrueshme që fëmia mund ta respektojë dhe t'i besojë. Kurse kur flasim për rreziqet, mund të themi se nëse autoriteti kthehet në kontroll të tepruar, mund të dëmtojë vetbesimin e fëmijës. Frika e ndëshkimit mund të largojë komunikimin e sinqertë. Pra mund të themi se autoriteti është i domosdoshëm, por duhet të bazohet në dashuri dhe drejtësi, jo në frikë. Nga këto që tham deri tani është e qartë se prindërimi sot kërkon balans, të jesh mik që dëgjon, por edhe udhëheqës që orienton. Një prind modern mund të dëgjojë mendimin e fëmijës, por të marrë vendimin përfundimtar kur është e nevojshme, të jetë i hapur ndaj teknologjisë, kulturës së re dhe mënyrave të reja të jetesës, pa humbur vlerat bazë dhe gjithashtu të jetë i pranishëm, por jo ndërhyrës. Në këtë mënyrë prindi bëhet figurë udhëzuese, jo figura që frikson fëmijën. Ja një shembull praktik. Le të themi se një adoleshent kalon shumë kohë në rrjetet sociale. Një prind shumë autoritar mund t'ia ndalojë këtë pa bërë asnjë diskutim. Një prind shumë miqësor mund ta lejojë pa kufi, por një prind i balancuar bisedon, shpjegon rreziqet, vendos kufi të arsyeshëm dhe e përfshin fëmijën në vendim. Ky është prindërimi modern në praktik. Fëmijët ka nevojë për prindër, jo vetëm për miq. Në thelb ata ka nevojë për prindër që dinë të jenë edhe miq kur duhet. Autoriteti pa dashuri krijon frikë,
Dashuria pa kufi krijon kaos. Vetëm bashkimi i të dyjave krijon harmoni, respekt dhe pjekuri. Miqësia mes prindit dhe fëmijës është e vlefshme, por kur kufit mes rolit të prindit dhe atij të mikut humbasin, ajo mund të bëhet shumë e dëmshme për zhvillimin e fëmijës dhe për balancën e familjes. Le të shohim më konkretisht pse. Të marrim rastin kur miqësia i kalon kufit e prindërimit. Një prind që përpiqet të jetë shok me fëmijën, shpesh heq dorë nga roli udhëzues për të mos e mërzitur apo për ta mbajtur afër fëmijën. Në pamje të parë, kjo duket si mënyrë e butë dhe moderne, por në thelb krijon mungesë strukture dhe paqartësi në marrëdhënie. Fëmijët kanë nevojë për dashuri, po aq sa edhe për udhëheqje dhe kufi të qartë. Kur mungon kjo ndarje, fëmia nuk di më ku mbaron liria e tij, kush mban përgjegjësi dhe cilat janë pasojat e veprimeve. Në thelb, miqësia e tepërt e zhvesh prindin nga autoriteti moral, që është i domosdoshëm për të respektuar. Dhe ja disa nga pasojat që sjell kjo tek fëmia. Kur prindi bëhet shok edhe jo udhëheqës, pasojat shpesh janë afatgjata dhe të fshehta. E para është mungesa e respektit. Kur çdo gjë është lejuar dhe çdo kufi është i negociueshëm, fëmia fillon të mos e marrë seriozisht fjalën e prindit. Ai mund ta dojë prindin, por nuk e sheh si figurë drejtuese. E dyta, fëmia ka vështirësi në vendimarrje. Në mungesë të udhëzimit, fëmijët mbeten pa orientim moral dhe emocional. Ata mund të kenë vështirësi të marrin përgjegjësi sepse nuk janë mësuar të ndihen të udhëhequr. E treta, mungesa e autoritetit të brendshëm. Një prind që nuk vendos rregulla, pa dashje, i mëson fëmijës që rregullat janë të parëndësishme. Më vonë, ai fëmijë mund ta ketë të vështirë të respektojë figura autoriteti në shkollë, punë apo shoqëri. Për të qenë më të qartë, miqësia sigurisht që është e vlefshme, por duhet të ketë kufi. Të jesh mik me fëmijën nuk është gabim, madje është diçka shumë e dobishme, për sa kohë që dashuria nuk zëvendëson rregullin, liria nuk heq përgjegjësinë dhe afërsia nuk largon respektin. Një marrëdhënie e shëndetshme është ajo ku prindi dëgjon si mik, por vepron si udhëheqës. Pra, kur prindi nuk e humb autoritetin, por e përdor me mençuri, jo me frikë, por me drejtësi. Në përpjekjen për të bërë më të afërt me fëmijët, shumë prindër harrojnë se miqësia nuk duhet të zëvendësojë autoritetin, por ta plotësojë atë. Një prind që udhëheq me dashuri dhe dëgjon me mirëkuptim, mbetet një figurë e respektuar dhe e dashur në të njëjtën kohë. Autoriteti pa dashuri krijon frikë, ndërsa dashuria pa kufi krijon paqëndrueshmëri. Prandaj prindi modern duhet të di të jetë mik në bisedë, por udhëheqës në vendim, duke ruajtur ekuilibrin që e bën edukimin e fëmijës të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm. Le të ndajmë me kesha tona Dena disa këshilla se si prindrit modern të jenë miq për fëmijët e tyre pa humbur autoritetin. E para, dëgjoni me vëmendje, por mos humbisni rolin e udhëheqësit. Fëmijët kanë nevojë të ndihen të dëgjuar, sidomos në adoleshencë, por kjo nuk do të thotë t'u jepni gjithmonë të drejtë. Dëgjimi krijon besim, por prindi duhet të marrë vendimin e fundit me qetësi dhe arsyetim. E dyta, vendosni kufi të qartë dhe të qëndrueshëm. Dashuria nuk përjashton rregullat. Kur prindi vendos kufi të drejtë dhe respekton me qëndrueshmëri, fëmijët ndihen më të sigurt dhe mësojnë të respektojnë rregullat edhe jashtë shtëpisë. E treta, jepni liri të kontrolluar, jo liri të pakufizuar. Të rinj kanë nevojë të provojnë, të gabojnë dhe të mësojnë, por gjithmonë brenda një kornize sigurie që prindi përcakton. Kjo mënyrë u mëson fëmijëve përgjegjësi pa frikë dhe pavarësi me vetë kontroll. E katërta, mos e ngatëroni dashurinë me lejimin e gjithçkaje. Të thuash jo, ndonjëherë është shenjë dashurie, jo mungesë dashurie. Fëmijët kanë nevojë për prindër që i udhëzojnë, jo që i shoqërojnë në çdo dëshirë. E pesta, jeni shembull, jo vetëm këshillues. Autoriteti fitohet më shumë me sjellje se sa me urdhra. Nëse prindi ruan respektin, qetësinë dhe sinqeritetin, fëmia mëson automatikisht të bëjë të njëjtën gjë. E gjashta, flisni për vlera, jo vetëm për rregulla. Në vend që të thoni sepse kështu them unë, është më mirë të shpjegohet se pse një gjë është e drejtë. Kështu fëmia e kupton arsyen pas rregullave, jo vetëm detyrimin për t'i ndjekur ato. E shtata, mos keni frikë të kërkoni falje. Kur prindi pranon gabimin, ai nuk e humbet autoritetin, përkundrazi fiton respektin e fëmijës dhe e mëson atë të jetë i sinqert edhe ai. Mos harroni, miqësia e vërtet ndërtohet mbi respekt. Të jesh mik me fëmijën nuk do të thotë të jesh shok loje, por personi tek i cili ai kthehet kur ka nevojë për këshill, siguri dhe dashuri të vërtet.
Në thelb, prindi ideal nuk është as shumë i ashpër, as shumë i butë, por është ai që udhëheq me dashuri dhe dëgjon me mençuri. Vetëm kështu miqësia dhe autoriteti nuk përplasen, por plotësojnë njëri tjetrin. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty dhe jemi duke folur sot për prindrit modern dhe kufirin midis miqësisë dhe autoritetit. Por a e dini se fjala e Perëndis, Bibla, ka udhëzime të qarta praktike për prindërimin? Dhe pavarësisht kohës kur janë shkruar këto udhëzime, ato janë po aq të vlefshme edhe sot dhe ju mund t'i lexoni ato sa herë që keni nevojë të hetoni apo kontrolloni stilin tuaj të prindërimit. Kjo është shumë e vërtetë, Arta. Siç e tham në pjesën e parë të programit, shumë prindër të sotëm duan të jenë miq me fëmijët e tyre, të kenë afërsi, biseda të hapura, një marrëdhënie pa frikë dhe pa distancë. Dhe është e vërtetë, afërsia është e shëndetshme. Por Bibla sjell një parim që shumë herë mungon tek prindërimi modern. Fëmijët kanë nevojë për dashuri, por edhe për udhëheqje. Dhe Bibla është jashtëzakonisht praktike për këtë balancë. Le ta shohim më nga afër se çfarë na udhëzon Perëndia përmes Biblës. E para, Bibla nuk kërkon një prind autoritar, por një prind të urtë. Bibla nuk kërkon një prind që e trem fëmijën dhe as prind që kontrollon çdo gjë. Ajo na thotë tek Efesianëve 6:4, dhe ju etër mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Ky varg është shumë modern në fakt. Në thelba i thotë, mos i shtypni fëmijët tuaj, mos i turpëroni fëmijët tuaj, mos përdorni fjalë që i lëndojnë ata. Rritini fëmijët me udhëzim, me qartësi, me drejtim. Bibla nuk kërkon forcë në prindërim, por urtësi. E dyta, Bibla nxit afërsinë me fëmijët, jo distancën. Disa mendojnë se ata që prindërojnë sipas barimeve biblike janë prindër të ashpër, por kjo nuk është e vërtetë. Perëndia vetë na tregon modelin që duhet të ndjekim. Tek Osea kapitulli 11 vargu 4 thuhet: Unë i tërhiqja me litar të dashamirësisë njerëzore, me lidhje dashurie. Në thelb, fëmijët afrohen kur prindi është i butë, fëmijët hapen kur prindi është i durueshëm. Fëmijët besojnë kur prindi është i shëndrueshëm. Dhe kjo në fakt është shumë praktike për një prind modern. E treta, miqësia është e mirë, por autoriteti është i domosdoshëm. Prindi modern shpesh dëshiron të jetë shok me fëmijën. Bibla nuk e ndalon afërsinë, por nuk e zëvendëson kurrë autoritetin me shoqëri. Fjalët e urta 29 vargu 15 thot: Shufra dhe qortimi japin dituri, por fëmia për të cilin nuk kujdeset kurkush e turpëron nënën e vet. Në kuptimin praktik, nëse prindi humbet autoritetin, fëmia humbet drejtimin. Nëse prindi është vetëm shok, fëmia nuk ka kufi. Nëse prindi dorëzohet nga frika e konfliktit, fëmia e humbet orientimin. Bibla nuk kërkon një prind të ftohtë, por një prind që di kur të buzëqesh dhe kur të udhëheq. E katërta, udhëzimet e Biblës janë më moderne se shumë metoda moderne. Psikologjia thot: vendosni kufi, jini të qetë, lidhuni emocionalisht, jini të qëndrueshëm. Bibla i ka thënë këto shekuj më parë. Kufit i gjem tek Mateu kapitulli 5 vargu 37, qartësi dhe konsistencë. Por fjala jote të jetë po, jo, jo. Qetësinë e gjejmë tek fjalët e urta kapitulli 15 vargu 1. Përgjigja e ëmbël e fashit zemërimin, por fjala therse e nxit zemërimin. Lidhjen emocionale e gjejmë tek Psalmi 103 vargu 13. Ashtu si një baba është i mëshirshëm me bijtë e tij, kështu është i mëshirshëm Zoti me ata që kanë frikë prej tij. Qëndrueshmërinë e gjejmë tek Hebrejve kapitulli 13 vargu 8. Krishti është i njëjtë dje, sot e përjet. Pra, siç e shihni, Bibla është më praktike se ç'duken titujt e artikujve modern. E pesta, marrëdhënia prind-fëmijë si miq është e shëndetshme vetëm kur prindi është i rritur frymërisht. Bibla thotë tek fjalët e urta kapitulli 14 vargu 1. Gruaja e urtë, dhe kjo vlen për të dy prindrit, ndërton shtëpinë e saj, por budallaqja e shkatëron me duart e veta. Miqësia kërkon vetë kontroll, urtësi, qartësi, paqe të brendshme. Nëse prindi nuk i ka këto, atëherë miqësia kthehet në tolerim të sjelljeve të gabuara, frikë se mos fëmia mërzitet dhe mungesë të kufive. Prindi nuk mund të jap atë që nuk e ka. Për këtë arsye Bibla fillimisht thërret prindin, pastaj fëmijën. E gjashta, dashuria e Perëndisë e bën prindin modern më të fortë, jo më të butë.
Bibla thot tek 1 Pjetrit, kapitulli 4, vargu 8, dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Dashuria e Perëndisë mëson prindin si të falë, si të flasë qetësisht, si të shpjegoj, si të korrigjoj pa e thyer shpirtin e fëmijës. Këto janë aftësi moderne prindërimi as pak të vjetëruara. E shtata, fëmijët nuk ka nevojë për prind të përsosur, ata ka nevojë për prind që ndjek Perëndin. Bibla nuk kërkon përsosmëri, ajo kërkon për ulësi, drejtim dhe dashuri. Tek Fjalët e Urta, kapitulli 22, vargu 6, thuhet: "Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek, dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket." Prindi është udhërrëfyes, jo robot. Fëmia ka nevojë për një prind që lutet, për një prind që kërkon falje kur gabon, për një prind që rritet bashkë me të. Ky është prindërimi më modern që ekziston. Udhëzimet e Biblës janë jashtëzakonisht praktike për prindrit e sotëm. Ato nxisin afërsi, jo distancë. Ato kërkojnë butësi, jo autoritarizëm. Ato ndërtojnë kufi pa terror. Ato kultivojnë qetësi, jo frikë. Ato japin drejtim pa e thyer personalitetin e fëmijës. Dhe mbi të gjitha, Bibla i mëson prindrit të jenë mish me fëmijët e tyre, pa harruar kurrë se janë prindër. Perëndia është modeli i përsosur i prindërimit. Ai është një atë që nuk i braktis kurrë fëmijët e tij. Ai nuk lodhet me ne, nuk zhgënjehet si njerëzit dhe nuk e tërheq dashurinë e tij. Ai e di çfarë na duhet para se ne ta kërkojmë atë. Ai na njeh thellësisht dhe na do pa kushte, ashtu siç vetëm një atë i përsosur mund të dojë. Por ai është edhe mik besnik, jo mik që largohet në ditë të vështira, por mik që rri pranë në heshtje, në dhimbje, në rrugtime të gjata. Perëndia na premton, nuk do të lë, as nuk do të braktis. Tek ai ne gjejmë siguri si fëmijë dhe ngrohtësi si tek një mik që e kupton zemrën pa shumë fjalë. Perëndia është më shumë se një figurë e largët. Ai ecën me ne, na mbron, na drejton dhe na mban. Ati i mirë, miku besnik. Kjo është natyra e tij. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.